Mirëmbrëma, japim këtë hapësirë informative me një lajm të fundit. Është përfshirë nga flakët kati I parë një pallati në Durrës, flakët janë hapur me shpejtësi, policia ka evakuuar banorët e pallatit dhe deri më tani raportohet se nuk ka asnjë të lënduar, por për më tepër do shkoj fillimisht në një komunikim të drejtë për drejtë me gazetarin ton Leonida Musai, I cili ndodhet në vendin e ngjarjes. Leonida, mirëmbrëma, çfarë po ndodh aty në këto momente? Si është situata? Përshëndetje Emilian, në fakt prej disa minutash është bërë mundur lokalizimi I flakëve të cilat kishin përfshi katën e parë të një pallati në lagje numër 15 të qytetit të Durrësit. Bëhet fjalë për katën e parë atje ku ishte kthyer në një magazin për mbajtjen e gomave të automjeteve, ndërsa një pjesë tjetër ishin depozitat e hidrokarbureve të cilat shërbenin për kaldajen e pallatit I cili ndodhet pas shpinës time. Bëhet fjalë për pallat 7 kaçë, siç e thashë pak më parë në zonën e spitallit, ndajë numër 15, ku rreth orës 9:30 minuta u shfaqën flakët e para pikërisht në katën e parë. Janë evakuar të gjithë banorët, jo vetëm të pallatit, por të gjithë banorët e lagjes për shkak se kishte rrezik nëse do të flakët do të afroheshin në afërsi të depozitave të hidrokarbureve. Për këtë arsye policia e cila mbriti me njëherë në vendin e ngjarjes ka bërë të mundur evakuimin e të gjithë banorëve, si shihet nga pamjet që ne përcjellim aktualisht, janë në perimetër të largët sigurie me qëllim që të mos rrezikonin asgjë, dhe më pas janë afruar 3 mjetet specializuara të repartit të zjarrpikës, të cilat punuan për rreth 40 deri në 15 minuta për lokalizimin e flakëve. Mirë po, në ndihmë ka ardhur edhe një ekskavator, një skrep I cili ka bërë të mundur bllokimin e flakëve në një mënyrë duke mbuluar pjesën e zonës hidrokarbureve me qëllim që ato flakët mos afroheshin në drejtim të tyre, dhe më pas ka qenë lehtë për të lokalizuar komplet flakët të cilat kishin përfshirë magazinën ku mbaheshin gomat e automjeteve të cilat shërbenin për të shitur në pika të ndryshme, më pas pra shërbente si pikë shumice dhe më pas tregtoheshin në pika të ndryshme këtu në qytetin bregdetar të Durrësit. Leonida, nuk e di nëse ti ke arritur të mësosh se, le të themi, çfarë ka shkaktuar këtë zjarr. Ndoshta është herët, por nëse ti ke arritur të marrësh informacione nga burimet e tua aty në teren. Grupi I timit ndodhet ende në vendin e ngjarjes, ku po kryejnë me intensitet dhe me shumë kujdes të gjithë dokumentimin e kësaj ngjarje. Deri në këtë moment që po flasim Emilian, nuk kemi të dhëna konkrete se çfarë ka shkaktuar zjarrin, I cili krijoi, le të themi, panik në të gjithë lagjen numër 15, sidomos në zonën ku ne ndodhemi aktualisht. Nga hetimet e para dyshohet që mund kemi të bëjmë me një shkëndijë elektrike, por nuk përjashtohet edhe një zjarrvënie një zjarr I cili mund të shkaktuar aksidentalisht nga fëmijët dhe nga fëmijët e këtij pallati. Leonida, në këto momente që ne flasim, banorët e evakuuar ndodhen akoma jashtë banesave të tyre? Po, patjetër, sepse ende po punohet nga ana e repartit të zjarrpikës, forca të shumta policie ndodhen ende në vendin e ngjarjes, duke mos lejuar banorët të cilët edhe mund të rrezikojnë nëse mund të ketë diku në një shkëndijë ende të ndezur në katën e parë ku I cili u përfshin nga flakët. Megjithatë, në orët në vazhdim kam përshtypjen se do të shkojnë të gjithë në banesat e tyre, pasi diçka të jetë në kontroll të plot nga ana e grupit e timit. Në momentin që grupi e timit do thotë që gjithçka është në rregull dhe nuk ka asnjë lloj problemi, nuk shfaqet asnjë lloj rreziku, atëherë banorët të cilët ndodhen pikërisht në këtë zonë ku ndodhem aktualisht disa metra larg vendit të zjarrit, mund të drejtohen apartamenteve të tyre dhe mund të kenë të qetë. Faleminderit Leonida Musai për këtë komunikim të drejtë për drejtë nga Durrësi. Ndërkohë do mbetemi sërish në këtë ngjarje të minutave të fundit në komunikim të drejtë për drejtë me mua. Në këto momente bashkohet eksperti I sigurisë, zoti Fation Softa. Zoti Softa, mirëmbrëma, është kënaqësi që je me mua në këtë komunikim të drejtë për drejtë edhe pse në këtë orë të vonë.
E mbrëma dhe faleminderit juve. Zoti Softa, si ekspert sigurie, si e shikon ti këtë situatë në Durrës? Çfarë rrezikshmërie paraqet ajo? Është një këmban alarmi. Ky vit ka nisur me temperatura të larta, shikoni, përjetojmë ditët e qershorit me temperatura të larta, përpara kemi një verë të vështirë, korriku dhe gushti. Sigurisht masat e mbrojtjes ndaj zjarrit janë shumë të rëndësishme dhe madje kjo duhet zgjojë çdo person i cili jo vetëm në banesë, por dhe ato që kanë subjekte, po dhe ata që janë institucione, të cilët merren me masat për mbrojtjen ndaj zjarrit dhe certifikimin e tyre, që të kenë mundësi të ri-inspektojnë të gjitha ato subjekte apo objekte të cilët kanë risk. Pastaj sigurisht vjen ajo pjesa e vështirë që ne jemi përballur si çdo vit me djegjen e pyjeve, zjarrvënie të qëllimshme apo për shkak të temperaturave. Dhe kjo është një nga ato të cilët ne themi që pse masat e mbrojtjes ndaj zjarrit dhe certifikimi i subjekteve, të cilët janë në afërsitë zonave të banuara, duhet të jenë shumë të kujdesshëm. Zoti Softa, ne kishim gazetarin tonë në terren dhe sapo unë pata një komunikim të drejtë për drejtë me të, ai thotë që flakët janë vënë në kontroll, por megjithatë nga kjo ngjarje ka patur një rrezikshmëri të lartë, le të themi, depozitat me hidrokarbure që ndodheshin në katin e parë të këtij pallati, të cilat përdoreshin për kaldaja. Ndërkohë ende banorët vijojnë që të jenë të evakuar nga pallati. Nuk e di si e shikon ti, edhe pse flakët janë vënë në kontroll. Ka rrezikshmëri në këto momente që ne po flasim për një reaktivizim të vatrave të zjarrit, pra si operohet në këto momente? E para duhet të përgëzojmë ndoshta shërbimin e mbrojtjes nga zjarri të Durrësit për kohën e fikjes zjarrit, duke mos lejuar përhapjen, sepse në situata të tilla kur temperaturat janë larta është dhe i favorizuar, aq më tepër që në afërsi pas ka pasur lënë të djegshme, gomat apo hidrokarbure, gjë që mund të krijonte një tragjedi për të gjitha ato zonë. E dyta, edhe pse themi mbajtja e zjarrit në kontroll, është i pabes, zjarri patjetër që duhet grupi inspektimit qëndrojë dhe duhet shikojë nëse mund të kemi çfaqje të vatrave të zjarrit të cilët në një moment caktuar mund të riaktivizohen. Pra duhet kontrollohet gjithë perimetri, gjithë zona, derisa të binden që nuk ka çfaqje të momentit asaj të zjarrit. Sepse rreziku nuk është vetëm objekti, po janë ato për cilët ju thatë, sipas gazetarit, hidrokarburet dhe gomat të cilët janë shumë të rrezikshme për të krijuar zjarre masive. Por zoti Softa, nuk e di, ndoshta është herët edhe për ta thënë, çfarë mendon ti, çfarë mund ta ketë shkaktuar këtë zjarr? Arsyet mund të jenë të ndryshme. Mund të jenë shpëndija elektrike, mund të jenë probleme në impjantin elektrik, mund të jenë vendosja qoftë edhe një karikusi, se nganjëherë edhe karikusi mund bëhet shkak për prodhimin e një zjarri, për ndezjen e një zjarri, për krijimin e një vatre, ose pajisje tjera të cilët kërkojnë freskus, kërkojnë ambiente, të cilët duhet të jenë të freskëta, të ajrosura, të mirë ajrosura, sepse temperaturat e larta, pajisjet që i prodhojnë ngrohtësi, ambienti i ngrohtë, krijojnë mundësinë e çfaqjes së vatrës zjarrit. Prandaj kërkohet që të gjitha impjantet elektrike duhet të jenë të certifikuara dhe masat e mbrojtjes nga zjarri, sidomos kur ka magazina, depo ose ambiente të cilët kanë lënë të tilla lehtësisht të djegshme, duhet të kenë jo vetëm skemën e mbrojtjes, ato rrugkalimet për evakuimin. Në rastin konkret nuk ka pas nevojë për evakuim, sepse ka qenë evakuimi i pallatit dhe jo i subjektit, sepse me siguri subjekti ka qenë mbyllur, por në raste të tilla vendosen disa sprucator të cilët janë automatik. Dhe në rastet e shfaqjes zjarrit, ato kanë një pajisje e cila në një temperaturë caktuar shpërthen plas dhe jepet mundësia që ta sprucoj ambientin për të mos krijuar mundësinë që në momentin e shfaqjes tymit për të mos krijuar zjarr dhe përhapje të zjarrit.
Pastaj janë mjete të tjera, të cilët janë masat e mbrojtjes, mund të jenë sistemet e mbrojtjes alarmit ndaj zjarrit, janë sirenat, janë pajisje të tjera të montuara në këtë, dhe sigurisht që duhet të ketë dhe personat të cilët në moment që marrin alarmin dhe nëse ka pajisje të tilla të alarmit, duhet dinë të përdorin mjetet rrethanore apo pajisje të montuara në objekt, siç janë fiksat e zjarrit për dhënë kohë mbajtjes në kontroll derisa të vinë shërbimet e specializuara të shërbimit zjarfikës. Por është shumë e rëndësishme që të krijojmë një kulturë për masat e mbrojtjes ndaj zjarrit dhe her pas here duhet të testohen, sidomos flas për subjekte dhe objekte të cilët janë masive, siç janë për shembull rastet e qendrave komerciale. Eksperienca e Casa Italias ishte një tregues ku patëm dhe një humbje të një personi. Rastet fatale që ndodhen në një supermarket, në një qendër komerciale në zonën e Lushnjës, pam se sa vështirë dhe sa punë e vështirë ishte edhe në shërbimet e zjarfikës, në mënyrën jo vetëm për evakuimin, por edhe për mundësinë për të hyrë në subjekt. Megjithatë, zoti Softa, është e rëndësishme që në këtë rast flakët janë vënë nën kontroll, situata është nën kontrollin e zjarfikësve, gjithashtu të policisë, dhe shpresojmë që në fund të fundit banorët të rikthehen sa më shpejt brenda banesave, brenda banesave të tyre, dhe mbi të gjitha nga kjo ngjarje nuk ka të lënduar në njerëz, pavarësisht se ndoshta dëmtimet materiale mund të jenë të shumta. Zoti Softa, ishte kënaqësi që ishit me mua këtë edhe një këshill të fundit, po, lidhur me kondicionerët, e jap si këshill sepse ka treguar eksperienca në rastin e Tiranës, që në shumë pallate për shumë arsye kanë pasur zjarr që ka ardhur edhe nga kondicionerët. Prandaj kur largohen nga shtëpia, të fiken, të merren masa sigurie, që të mos lihen me idenë që kur të rikthehen ta gjejnë ambientin e ftohtë, sepse mund të bëhet shkak dhe burim për zjarre të cilët krijojnë jo vetëm për banesën e tyre, por edhe për komunitetin dhe ambientin përreth. Dhe besoj se edhe kjo këshilla jote për të gjithë publikun që është duke na ndjekur në këto momente duhet të jetë e vlefshme. Faleminderit zoti Softa që ishit me mua këtë mbrëmje në ora e fundit. Ndërkohë do ndalemi sërish në një lajm të fundit. Një 65 vjeçar është gjetur mbrëmjen e sotme në fshatin Zibër të Klosit. I vrarë Selim Velsula është gjetur pa shenja jete pranë pronës së tij. 65 vjeçari është gjetur në ar afër shtëpisë dhe dyshohet se është goditur me mjet prerës. Policia po heton shkaqet e ngjarjes, por për momentin nuk rezulton që viktima të ketë pasur konflikt me ndonjë person. Nga këshirja paraprake e trupit mësohet se 65 vjeçari kishte dëmtime të shkaktuara dhe dyshohet nga mjet prerës. Në vend ngjarje ndodhet grupi jetimor i cili në drejtimin e prokurorisë po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes, identifikimin dhe kapjen e autorëve të dyshuar. Policia vijon kontrollin e zonës dhe mbledhjen e provave që mund të çojnë në zbardhjen e plotë të këtij krimi. Shqipëria pritet të jetë këtë muaj një tjetër hap në rrugën e antarësimit në Bashkimin Evropian, hapjen e negociatave për grup kapitullin e 4. Brukseli ka kërkuar nga qeveria shqiptare të paraqesë pozicionin e saj negociues për këta kapitull para konferencës së 6 ndërqeveritare. Sinjale pozitive nga Brukseli. Komiteti i përfaqësuesve të përhershëm të 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian ka autorizuar presidencën polake që t'i kërkojë zyrtarisht Shqipërisë paraqitjen e pozicionit të saj negociues për grup kapitullin e 4, agjenda e gjelbër dhe ndërlidhja e qëndrueshme. Këto grup kapitull përfshin politikën e transportit që synon për mirësimin e infrastrukturës dhe sigurisë rrugore e kurrëdhore, sektorin e energjisë dhe garantimin e furnizimit të qëndrueshëm dhe të përballueshëm me energji, mbrojtjen e mjedisit dhe përballimin e ndryshimeve klimatike përmes standardeve të larta të Bashkimit Evropian, rrjetet transevropiane dhe ndërlidhjen infrastrukturore të Shqipërisë me vendet e Bashkimit Evropian, si pjesë e rëndësishme e korridoreve evropiane. Konferenca e 6 për këtë grup kapitull do të mbahet përgjatë këtij muaji, ndërkohë deri më tani janë çelur negociatat për themeloret, marrëdhëniet me jashtë, tregun e brendshëm, rritja dhe konkurrueshmëria e gjithëpërfshirëse. Ambicia e qeverisë është që Shqipëria të bëhet anëtare me drejtat plota brenda vitit 2030, por komisionerja për zgjerimin Marta Kos ka qenë optimiste për anëtarësimin e vendit tonë brenda vitit 2029.
Xhemal Gjungshit janë vjedhur 17 vota nga brenda Partisë Demokratike në zgjedhjet e 11 majit në Dibër. Komisioni i ankesave dhe sanksioneve në Komisionin Qendror Zgjedhor i numëroi votat për kandidatët e Partisë Demokratike në 42 kuti të këtij qarku pas pretendimeve të kandidatit Berishës, por rrëzoi kërkesën e tij për të vazhduar rinumërimin në kutitë e tjera. Komisioni i ankimimeve dhe sanksioneve rrëzoi po ashtu kërkesat e Partisë Demokratike për përsëritje zgjedhjesh në qarqet e Dibrës dhe të Shkodrës. Masakër zgjedhore brenda Partisë Demokratike, rinumërimi i 42 kutive të votimit të qarkut të Dibrës faktoi trafikimin e votave brenda kandidatëve demokrat. Kështu, Xhemal Gjungshi, që kërkoi rihapjen, i kishin vjedhur 17 vota, ndërsa përparim Spahiu u kishte marrë kolegëve 49 vota. Rezulton një diferencë për 10 votash për kandidaten Alketa Agolli. Plus. Për 8 vota minus për kandidatin Basir Çollaku, 17 vota plus për kandidatin Xhemal Gjungshi, 49 vota minus për kandidatin Përparim Spahiu dhe 4 vota plus për kandidatin Ismail Luka. Me këtë rinumërim, Gjungshi rikuperoi afro 60 vota, nga 120 që ishte diferenca fillestare me kryesuesin e listës së hapur, Përparim Spahiu, ndaj kërkoi edhe hapjen e kutive në KZZ numër 16 në Mat dhe kutitë e diasporës. Qëllimi i jemi këtu është për të thënë që zoti Gjungshi, ju e meritoni, pra që të ketë ndryshim të rezultatit apo nuk e meritoni. Kështu që kërkimi jon i dytë ka të bëjë për hapjen edhe të 15 kutive të KZZ-s numër 16 të Bashkisë Mat, është kërkesa që ai ka lidhur me kutitë e votave të diasporës të qarkut Dibër. Kërkesë e cila u rrëzua nga Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve. Rinumërimi i votave nuk i jep Gjungshit mandatin e deputetit, pasi Partia Demokratike në Dibër mori vetëm 2 mandate, por flet për ambicjet e demokratit për vendin e tretë, çka e bën të jetë i pari në radhë, në rast se një nga kolegët e listës së mbyllur lë apo humbet mandatin. Mirë, do ju njoh në këto momente sërish me një lajm të fundit. Është kapur këtu në Tiranë, në zonën e Alliasit, autori i vrasjes në Dzibër të 65 vjeçarit në Dzibër të Klosit, dhe bëhet me dije se autori është kushëri me viktimën. Një 65 vjeçar është gjetur mbrëmjen e sotme i vrarë në zonën e Dzibrës në Klos. Selim Velsula është gjetur pa shenja jete pranë pronës së tij. 65 vjeçari është gjetur në një arë afër shtëpisë dhe dyshohet se është goditur me mjet prerës dhe vetëm në këto momente është bërë i mundur edhe arestimi apo kapja e autorit të kësaj ngjarje dhe është kushërim me viktimën. Gjithashtu, nga informacionet paraprake, bëhet me dije se autori ka telefonuar vetë policin dhe ka pranuar krimin e bërë. Unioni i Gjykatave kërkon një rritje të re pagash për gjykatësit, por ka ndeshur në reagimin e ashpër të qeverisë. Kryeministri Rama thotë se qeveria nuk do të lejojë që pavarësia e gjykatave të shkojë deri në pikën që të caktojnë vetë ata rrogat e tyre. Rama thotë se vendimi i parë i kushtetueses ishte një lajfitje, por qeveria dhe mazhoranca nuk do të tolerojnë një lajfitje të dytë. Kryeministri Rama ka kritikuar kërkesën e Unionit të Gjyqtarëve për një rritje tjetër të pagave. Kjo kërkesë që vjen për herë të dytë brenda 3 vitesh, për kryeministrin është skandaloze. Kjo ndërhyrje skandaloze gjyqësorit në kompetencat e ekzekutivit me sa duket i ka shijuar Unionit të shumë sa pas rritjes së pagave të administratës në maj vitit 2023, Unioni i Gjyqtarëve tani rikërkon përsëri nga gjykata rritjen e pagave të gjyqtarëve. Këtë herë Unioni kërkon që paga bazë të lidhet vetëm me pagën bazë të drejtorit të departamentit në kryeministri dhe kërkon sërish ndryshimin e ligjit. Sot kërkon që si pasojë rritjes së pagës së administratës, të rritet paga edhe atyre gjyqtarëve dhe jo pak, por plot 700 euro. Për kryeministrin, gjyqtarët që kërkojnë rritje rroge, po abuzojnë me pavarësinë e sistemit tyre, duke thyer edhe hierarkinë. Ky union e kuptoka si një privilegj përjetshëm faktin që për të mbështetur pavarësinë e gjyqësorit dhe fuqizuar gjykatësit e dal nga vetingu, ne me reformën në drejtësi rritëm pagat e sistemit të drejtësisë menjëherë sa për 10 vjet, 20 vjet, duke thyer me vetdije piramidën e pagave të Republikës së Shqipërisë. Pra, sipas Unionit, kjo republikë do të jetë përjetësisht e vetmja botë ku gjykatësit
nuk do të lejojnë gjitjen e piramidës së thyer të pagave sepse ndryshe nga gjithë bota në Shqipëri, pagat e tyre nuk do të rriten me qeveri e parlament, por me gjyq. Thirrjen kryeministri e ka për gjykatën kushtetuese. Ai pranon se qeveria herën e parë e pranoi lajthitjen e eshtje, por këtë herë të dytë, ky do të ishte një abuzim edhe më i madh nëse aprovohet. Tani unë uroj shumë që shakaja e hidhur e gjykatës kushtetuese herën e parë, të cilën ne e pranuam në heshtje, si një lajthitje që duhet ka përdir për hir të respektit me heshtje të një vendimi të gjyqësorit, të mos përsëritet, sepse heshtja ndaj çdo lloji abuzimi me mbështetjen tonë për drejtësinë nuk është më një opsion për ne. Por më tepër në këtë rast ky do të ishte një abuzim madhor, shumë dimensional që do të cënonte shumë kënd e shumë çka, duke nisur nga vetë kushtetuta dhe serioziteti i Republikës së Shqipërisë. Një pagë bazë sot e një gjyqtari është 156.000 lekë të reja, kurse pas kësaj kërkese dytë kërkohet edhe 700 euro më shumë. Vendimin e parë mori gjykata kushtetuese, e cila përpara një kërkese të tillë, që sipas Ramës është lajthitje, edhe ajo vetë është në një gjendje të lajthitur, pasi në atë gjykat vijojnë të ushtrojnë detyrën dy gjyqtare me mandate të skaduar, Holta Zaçaj dhe Sonila Betja, të cilat kanë dorë të marrin çdo vendim, pro apo kundër me votat e tyre, dhe në mandatin e tyre të skaduar mund të rrisin pagat si vetes edhe kolegëve të tyre. Dy persona të shumë kërkuar nga SPAK ekstradohen nga Dubai. Dashnor Dumani, vëllai Nureddin Dumanit, akuzohet nga prokuroria e posaçme për vrasje dhe grabitje me armë. Dashnor Dumani dyshohet se ka marrë pjesë në masakrën e Bradasheshit në dhjetor të vitit 2018, ku u vran 3 familjarë të Eriom Ali Bey. Po sot u ekstradua nga Dubai edhe Armis Stafa, pjesë e grupit të vëllezërve Çopja. Artan Tafani, penduar i drejtësisë dhe ish pjesëtar i grupit të Laerta Xhiut, ka vijuar dëshminë e tij në gjykatën e posaçme, duke treguar të tjera vrasje të kryera në vite dhe bashkëpunim me elemente të tjerë të botës së krimit. Tafani rrëfeu edhe për grabitje të makinave që përdoreshin në ngjarje kriminale. Mirë, bashkohen me mua në studio nëpërmjet një komunikimit drejt për drejt, zonja Alesia Balliu, kandidate primareve të Partisë Demokratike në Elbasan, dhe gjithashtu Ardit Rada, gazetar në Java News. Alesia, mirëmbrëma. Ardit, mirëmbrëma. Faleminderit që jeni të dy drejt për drejt në ora e fundit. Faleminderit juve. Alesia, Faleminderit ju për ftesën. Dua ta nis pikërisht me ty, Alesia, këtë komunikim. Çfarë, le të themi, po kërkon të bëj Sali Berisha pas humbjes së zgjedhjeve, të paktën duket sikur dorëheqjen nuk ka plan që ta jap. Apo jo? Tani doja të korrigjoja se Sali Berisha fitoi legasinë e tij për të qenë kryetari i opozitës, se për këtë hyri ngar, nuk hyri për të fituar apo për të bërë kryeministër. Dorëheqjen pa diskutim që nuk ka ndërmend ta japi, pasi asnjë nga deputetët dhe besnikët e zgjedhur të tij nuk kërkon. Unë sot më bën habis si nuk ka asnjë deputet Partisë Demokratike që të kërkoj dorëheqjen Sali Berishës. Si nuk kërkon një deputet që leadershipi, elita e kësaj partie të mbaj përgjegjësi për humbjen spektakolare që morim 11 maj. Kjo është shumë shqetësuese, jo vetëm për opozitën, por është shqetësuese për gjithë Shqipërinë, në të cilën sot Sali Berisha ka marrë peng opozitën shqiptare dhe në të cilën kjo opozitë i shërben vetëm besnikëve të tij, interesit të tij personal dhe familjar. Ardit, dikush nga ana tjetër do thoshte që Berisha po kërkon veç një aspirim, por pas një aspirine që ndron edhe një mangë, madje edhe të moderuarit e Partisë Demokratike, Berisha i përdori si një aspirin. Por për çfarë? Tani, Berisha, unë nuk besoj se kërkon aspirina, po nëse do ta marrim këtë si metaforë për të komentuar pjesën e mbetur të PD-s, ku ne mbajmë shpresë se mund të ketë një lloj revolte, por nga ana tjetër nuk e shohim këtë revolt ndaj leadershipit. Duhet kuptojmë që Berisha i përdor tjerët si aspirina për zbutur dhimbjen e rënjes, e kësaj rënje tragjike që ka psuar Partia Demokratike, por që Berisha vetvete nuk pranon ta shohë ato që ka ndodhur. Sa i përket moderuarve Partisë Demokratike,
për të kanë qenë thjesht si qetësues afat shkurtër pra. U përdorën për dhënë përshtypjen e imunitetit përkohshëm, kanë parasysh tu Gazbardhin, Agron Gjekmarkajn, edhe shumë Dashnor Sulën që ju bashkangjit grupit parlamentar pra të Berishës në këtë legjislaturë që është ende në fuqi. Por nga ana tjetër kuptuan që kolltuku i liderit i përket vetëm Berishës dhe Berisha është i vetmi që dikton edhe listat. Unë desha të bëja një, si të thuash, një replik me Alesian, e cila shprehte habitur se si ka mundësi brenda Partisë Demokratike nuk ka një kryengritje apo një pretendim për mandatin e Berishës në krye të PD-s. Duhet kuptojmë që në 50 mandate që ka marrë opozita shqiptare në zgjedhjet e fundit, 10 apo 8 i përkasin aleatëve, pra Ilir Metës, PD-jus, Fatmir Mediut, Vangel Dules e kështu me radhë. Dhe pjesa tjetër që mbetet e kjo 40 që vetëm 6 janë që kanë dalë nga listat e hapura. Pra, shpresa gjithmonë do të ishte për një revolt apo për një krim, për një frym anti-Berish brenda PD-s do të ishte pikërisht nga deputetët dalë nga listat e hapura. Tani këta janë 6, çfarë presim ne nga 6 persona, pse them nga listat e hapura, sepse presupozohet që janë njerëz që nuk i kanë borxh Berishës mandatin, por kanë fituar në listë hapur, në garë të hapur me rivalet e tyre brenda partisë. Kështu që unë nuk shoh ndonjë aspirin që mund të bëjë Berishës efekt për dhimbjen e kokës që i kanë shkaktuar zgjedhjet. Aspirina më e mirë për të është pikërisht kjo situata në PD, pra ku mungon edhe zëri ndryshe, edhe pretendimet, edhe zbatimi, edhe kërkesa për zbatimin e statutit, edhe gjithë mungesa e mbledhjes forumeve të partisë. Por ndërkohë Alesia, pse ju thoni që Partia Demokratike ka rënë në dorën e pleqjve apo edhe palaçove? Berisha nga një anë vërtet është i moshuar, por çfarë e bën atë palaço në syrin tënd dhe çfarë mendoni ju se nga ana tjetër duhet të ndryshojë në Partinë Demokratike? Palaço faktikisht Palaço jam aderuar Flamur Nokës edhe nënkretarit të PDSH-s zotit Boçi për arsye se thonë që në këtë parti sot nuk kam se t'i japin njerëzit zë të vërtetës dhe nuk kam se hedhin kandidatura kur nuk janë hapur zgjedhjet. Ku bazohen thënë? Unë bazohem personalisht, tu flas për veten dhe për zotin Sula, se ne kemi shprehur aspirat për të garuar për nëse do ketë garë pa diskutim në Partinë Demokratike, neve bazohemi tek statuti. Dhe statuti thotë që kryetari i cili humbet zgjedhjet duhet japi pa diskutim dorëheqjen. Dhe mua më bën shumë habi se si një individ i cili e quan veten intelektual të japi deklarata dhe të dali si palaço, sepse neve nuk është se ne nuk është se fitoi zoti Berisha dhe po sfidojmë zotin Berisha. Zoti Berisha humbi zgjedhjet, statuti thotë që pa diskutim duhet japi dorëheqjen. Ne bazohemi tek statuti, tek ligji, dhe është e drejta jo vetëm e imja, por e çdo antari në Partinë Demokratike që t'ia kërkojë zotit Berishës dorëheqjen. Prandaj jam aderuar me termin palaço, sepse e kanë çuar veten që cilësohen si të tillë, kur dalin dhe japin deklarata në mënyrë të verbër, sepse në atë parti ekziston një statut i cili duhet respektuar. Kjo parti i shërben në interesit publik, kjo interesit personal. Kështu që ai nuk mund të dalë dhe të thotë këtu nuk ka zgjedhje, nuk do ketë zgjedhje dhe nuk e di unë ku bazohen këto individ që hedhin kandidaturën. Ne bazohemi te statuti, bazohemi te humbja spektakolare, bazohemi se duam t'japim një alternativë të qytetarëve, frymëzim që kjo parti nesër të jetë fituese, që jo nga 45 deputet që ka aktualisht PD-ja të kalojë në 30 apo 25 siç është e pritur të ndodhin nëse këto e mbajnë të mbyllur dhe vazhdon kjo lloj turje. Dhe termi palaço është në kuptimin këtu me kuptimin e mirëfillt të fjalës. Dakord me të gjithë këtë nuk mund të privosh ti zërat kundra dhe nuk mundesh ti absolutisht që zërave kundra ti drejtohesh në atë arrogancë mbas kësaj humbje madhështore, mbas 1 milion shuplakave që popullit dha, tu shku bazohen këta. Ti në fakt ne bazohemi tek çdo normë ligjore
dhe bazohemi tek kontributi dhe tek e drejta që ka çdo individ për të garuar. Është çështje tjetër. Alesia, ti ke në fakt të drejt në të gjithë këtë diskurs që po bën në këto momente, por për të ardhur ky ndryshim brenda Partisë Demokratike, kush mendon ti se do e ketë guximin apo të thot me zë të lartë atë që ju sot po thoni në publik? Po, e kam thënë unë, e ka thënë zoti Sula, e ka thënë zonja Hajdari, e ka thënë zonja Açka. Këtu ke 4 zëra. Dhe të gjithë këta janë të larguar nga Partia Demokratike. Të gjithë ne jemi larguar nga funksioni, por brenda Partisë aktuale, kush mendon ti se do e ketë këtë guxim, ta thot? Unë mendoj që duhet i takojë atyre që kanë marrë vot masive popullore dhe që kanë dalë nga listat e hapura. Ato kanë një detyrë shumë supreme dhe ndaj votuesit, të cilën ata nuk duhet për mendimin tim ta zhgënjejnë për të mbrojtur interesin personal të leadershipit tyre. Ndërkohë Ardit, ato duhet të jenë zëra të cilat do kishin dhe forcën e duhur për të ndërmarrë një lëvizje brenda djatës dhe për të kërkuar jo vetëm dorëshjen e zotit Berisha, por për të kërkuar riformatimin e Partisë Demokratike, për të kërkuar një garë brenda PD-s, për të kërkuar një PD e cila të ngrihet mbi idealin, po mbi të gjitha të prodhoj frymë, sepse sot PD-ja nuk ka frymë. Sot nuk ka frymë, sot është e mbyllur në duart e individëve të nuk i voton njëri. Ato janë, dua ta theksoj këtë pjesë, janë deputet të zgjedhur të Sali Berishës, nuk janë deputet popullit. Ato janë zgjedhur aty për të mbrojtur interesin personal të Berishës, të popullit. Ato nuk përfaqësojnë popullin. Por Ardit, pse ju në një prej shkrimeve tuaja të fundit thoni se pasagjerët e trenit bulgar me makinistë Berishën janë të verbër? Kush janë këta pasagjerë dhe çfarë nuk arrin ata të shohin? Apo ndoshta le të themi janë të detyruar të bëjnë sikur nuk shohin? Dëgjoj, për momentin ka 3 rryma në Partinë Demokratike, cilët pretendojnë për vjedhjen e votave të Partisë Demokratike, të opozitës edhe votave preferenciale për kandidat. Në radhë parë kemi grupin që presupozohet se drejtohet nga Gazmend Bardis, është i vetmi që artikuloi pas zgjedhjeve si argument. Pra kemi këtë grup që thotë që zgjedhjet na i kanë bler para se të bëheshin zgjedhjet. Kemi grupin e kandidatëve që po hahen me njëri tjetrin, që mendojnë se kanë vjedhur njëri tjetrin dhe mund dalin deputet pas një rinumërimi të mundshëm në Durrës, në Dibër, në Tiranë dhe Fiere kështu me radhë. Kemi dhe Sali Berishën tek pull, i cili për ditë del edhe shpjegon, nxjerr disa video të pakuptimta që i komenton vetë, edhe ata që e ndjekin atë konferencë për shtypje, thotë e shikoni se si doli vota nga këtu, po, i thonë ato tundi kokën. E shikoni votën si e futi këtu, po, i thonë ato, ja ky është treni bulgar, i thotë Berisha, edhe ato pasaj vinë edhe raportojnë atje në media që ja denoncimi skandaloz. Treni bulgar, më zotëri që ta kuptoni, ka lindur në Bullgari, quhet tren bulgar, se presupozohet se ka lindur në Bullgari, por nuk është faktuar kur se ka ndodhur, se nuk mund të ndodhë. Nëse ka patur 300.000 demokrat të dashuruar me Sali Berishën, me lirinë e zgjedhjeve dhe me këtë frymën e jashtëzakonshme që shpalosi Partia Demokratike në zgjedhje, i kanë dhënë një fletë votuar për Partinë Socialiste këtyre, diktatura e narkoshtetit, dhe i ka thënë ik futët dhe masil të bosh. Dhe këta e kishin shumë thjesht që këtë votën e plotësuar për Partinë Socialiste i venin dhe një kryq të dytë dhe një kryq të tretë ta shpallshin të pavlefshme dhe ta futshin të pavlefshme në kuti. E dyta, për nga ana, se kjo është nga ana teknike, nga ana logjike, nuk ka nevojë diktatura të bëjë tren bulgar. Treni bulgar e bën opozita për të mbrojtur nga diktatura. E bën opozita për të mbrojtur votat që nesër mund t'i kontrollojë diktatura pas numërimit. Tu bëhet fjalë, është formë rezistence treni bulgar, siç e kanë pakzuar këta. Bullgarit shkosh të pyesësh nuk e njohin fare si fenomen dhe se kanë dëgjuar kurrë. Kanë vënë emër këta, presupozohet se ka ndodhur në 2009 në zgjedhjet parlamentare në Bullgari dhe diferenca dhe dyshohet se është përdorur për vetëm 20.000 vota në 3-4 milion votues që ka Bullgaria.
Dani, kush janë pasagjerët që t'i bie shkurt fare? Pasagjerët e ata që ndjekin Berishën, atje live edhe duart trokasin, ata që besojnë tek akuzat e tij dhe ata që nuk e shohin, ata trau në syrin e tyre, po shohin qimen në kutit e votimeve. Shoj që kur flet Ardit për këtë gjë, Alesja është duke buzëqeshur, por ndërkohë Alesja ju jeni shprehur e gatshme, e thatë edhe tani. Kushdo që ka studiuar shkenca politike e kupton, fal për ndërhyrjen. Kushdo që ka bërë paktën një vit shkollë lartë e di që tani kjo është një formë manipulimi shumë e trashë që nuk ka nevojë ta bëjë diktatura më në fund fare. Diktaturat vjen te dera shtëpisë, kërcënon do të heq njerëz te shtëpisë, etj, mbaron punë. Pse do bë ka diktatura këtë, na ujkum sill delën, çon lakrën sill dhinë, kupton? Domethënë kjo është një skem që s'ka nevojë Berisha të lodhi frymën fare na ilustroj për ditë atje. Por ndërkohë ju Alesja e shprehet edhe sot, e keni shprehur edhe më parë, keni qenë e gatshme që të shpallni kandidaturën tuaj për kryetaret e Partisë Demokratike, por ama dikush do thoshte që Berisha tashme ka gjetur trashëgimtarin e tij brenda familjes dhe kur pati një garë të ndershme duke nisur që nga primaret, që ju vetë keni qenë kandidate, por gjithashtu ne shohim edhe në rinumërimin e votave në qarqe të ndryshme, siç ishte Dibra së fundmi, kur kandidatët brenda llojit kanë vjedhur, le të themi, votat e njëri tjetrit. Pse ju e merrni këtë guxim? Atëherë, nuk është thelbi apo çështja që unë të marr Partinë Demokratike. Unë dua që Partia Demokratike të ndryshojë dhe ndryshimi i PD-s vjen duke u ndryshuar lidership. Kaq e vështirë është që në 35 vite mos prodhoi një lidership parti. Kjo është thelbi. Me kandidaturën time unë jap guximin të rinjve dhe mesazhin që duhet çdo i ri dhe e re të garohet. Unë kur flas tu për garën, flas që duhet një gjeneratë e re, duhet një alternativë e re. Unë thjesht jap kontributin tim dhe guxoj për aq sa më përket mua, por nuk është çështje personale që unë dua të marr PD-n apo dua të rrëzoj Berishën dhe të vi unë. Jo. Çështja është që Sali Berisha dhe humbësit serial të asaj partie duhet largohen. Dhe unë kandidaturën time e sjell si risi për riformatimin demokratike dhe duke garuar vetë ftoj çdo të ri dhe të re që ka kontribute dhe ka kapacitete që mund ta drejtojë Partinë Demokratike, që ta çojë drejt fles, sepse Partia Demokratike sot më shumë se kurrë ka nevojë të riformatohet me themel. Dhe kur e them këtë gjë e them dhe me keqardhje ku e shoh që shkata sot përfaqësohet nga Flamur Noka, Albana Vokshi dhe Fari Balliu. Është e dhimbshme. Djali i Fari Balliu. Që ta mendosh që kjo parti ka ngel në dorë të 3 individëve të urryer. Ndërkohë Ardit, një pyetje të fundit. Përveç se interesit tyre personal. Për këtë arsye vjen kandidatura ime. Dhe kandidatura ime pa diskutim që është vlerë e shtuar dhe është një model për çdo të ri dhe të re që duhet të guxoj, sepse ky vend ka të rinj dhe të reja që duan t'ia dalin, dhe ky vend bëhet, por nuk bëhet me plesht, të cilët humbin dhe humbin thellë, dhe me këtë humbjen e thellë thonë që ne kemi fituar. Jo, nuk është kështu. Ti thua që ky vend mund të bëhet, por ndërkohë Ardit, një pyetje të fundit në 1 minutë kohë, çfarë shpresë ka Partia Demokratike, le të themi të rjetëzohet, si me Berishën, ashtu edhe pa Berishën? Jo, nuk ka asnjë shpresë Partia Demokratike me largimin e Berishës ose me qëndrimin e Berishës. Berisha nuk ka përtikur nga Partia Demokratike, nuk ka përtikur pse nuk fitoi Ulliri, Gështenja edhe çan ato halorët e tjerë që kishte deputet deri në po do rri aty ku është, sepse ka shokët e tij, ka Flamurin, ka Albanën, ka Palokën, ka Balliun, ka Kolliçin, edhe ndihet shumë mirë në atë ambient. Po iku Berisha nga atje, s'ka me çat merre tjetër, se familjarët i ka o me pushime në Dubai, o në Munich me studime ku di se çfarë tjetër, o në arrest shtëpie për korrupsion. Kështu që Berisha do rri aty, zgjidhja vetme, unë kam tezën time personale, zgjidhja vetme është ikin demokratët nga Berisha një orë më parë, shkojnë të bashkohen me partitë e reja opozitare, të fuqizojnë të krijojnë partinë e re, ta lënë Berishën atje që të ketë nesër pas nesër fatin
që ka patur PASOK-u në Greqi që përfundoi force 4, LDK-ja në Kosovë dhe PDK-ja në Kosovë që përfunduan force 3, 4, 2, 3, Berlusconi në Itali që përfundoi atje ku përfundoi partia e tij dhe demokratët italianë ku përfunduan dhe erdhën 5 Stelet me shokë dhe erdhi Meloni e tjetri. Kjo është zgjidhja për opozitarët shqiptar. Kush nuk e sheh këtë pjesë, pastaj pas vetëm qafë dhe të presi shtatorin edhe të shohin çuditëra se si do fillojnë bryllat brenda partisë që ke zgjedhja e kreu. Janë bërë nismëtarët e votës lirë shtatore, kanë gjetë pretekstin dhe kauzën gati për të mashtruar publikismon. Është bërë nismëtar i votës lirë e cila i dha 1 milion shuplaka dhe e çoi me pushime. Por megjithatë le të shpresojmë që do ndryshojë diçka në Partinë Demokratike deri në shtator. Alesia Balliu, faleminderit që ishe me mua këtë mbrëmje në ora e fundit. Ardi Trada, faleminderit që ishit drejt për drejt në ABC News. Mirë, ndërkohë do mbetemi sërish tek lajmi fundi, do flasim për flakët që kanë përfshirë katin e parë të një pallati në Durrës. Atje në këto momente ndodhet gazetari Ervin Leka, do shkoj me të në një komunikim të drejt për drejt. Ervin, ti ndodhesh në vend ngjarje, si paraqitet situata aty në këto momente që ne po flasim? Emilian, fatmirësisht situata është e qetë, flakët janë shuar, zjarri është izoluar dhe zjarr fiksit, si duket 2 prej tyre, 2 nga autobotët që kanë mbritur pra në këtë vend ku ndodhi edhe zjarri, janë larguar dhe i vetmi pra zjarr fikës është një autobot që vjen për shkaqe sigurie që të qëndrojnë në këtë pallat ku përfshin nga flakët edhe zjarri. Fatmirësisht nuk ka pasur as persona të lënduar dhe tashmë pritet që me largimin edhe të autobotëve mund të kemi edhe një sistemim të qytetarëve brenda pallatit, pavarësisht se momentalisht kemi një ndërprerje të energjisë për shkaqe sigurie. Siç e theksuam, pra do të vijojë edhe një hetim për sa i përket të gjithë shkaqeve të zjarrit që përfshiu garazhin dhe katin e parë të këtij pallati në Durrës. Ndërkohë banorët Ervin kanë filluar të hynë brenda banesave të tyre? Nuk e di nëse më dëgjon kolegu Ervin Leka, e kam. Ervin, nuk e di nëse banorët të cilët ishin evakuuar jashtë banesave të tyre për shkak sigurie, a janë rikthyer sërish në banesat e tyre. Këto janë pamjet në fakt të transmetuara në momentin kur zjarri ka përfshirë katin e parë të një pallati në Durrës. Zjarfikset kanë shkuar menjëherë në vendin e ngjarjes, të cilat kanë vënë nën kontroll flakët. Nuk ka persona të lënduar nga kjo ngjarje, por megjithatë grupi jetimor ndodhet në vendin e ngjarjes për të hetuar shkaqet. Ervin, po të pyesja pak më parë nëse banorët të cilët ishin evakuuar nga banesat e tyre për shkak të sigurisë, a janë rikthyer sërish në banesat e tyre në këto momente? Emilian, në fakt ende nuk është bërë i mundur rikthimi i banorëve për shkaqe sigurie, por për shkak edhe se zjarfiksit deri vetëm pak momente më parë kanë qenë duke hedhur edhe ujë për të izoluar totalisht pjesën e zjarrit në garazh. Megjithatë, pratymi ka bërë si duket të sajnë, duke mbushur edhe pjesën e katit të dytë apo të tretë. Në pjesën e typ sigurisht pas ajrosjes të këtij pallati, ku janë hapur edhe dyert kryesore të hyrjes kryesore pra të pallatit, por edhe pas lidhjes së energjisë elektrike për shkak të sigurisë, pra është shkëputur totalisht dhe me kalimin e orëve si duket do të kemi edhe një vonesë për të hyrë banorët brenda pallatit, por pasi edhe forcat e sigurisë, por edhe zjarfikset të jenë larguar dhe rikthimin e energjisë në këtë pallat, pritet që banorët të hynë pas disa orësh në banesat e tyre. Këto pra janë kushtet e sigurisë që janë ndërmarrë si nga policia, por edhe nga zjarfiksit, deri në izolimin total për shkak të edhe asaj dhe për se çfarë ka shkaktuar dhe çfarë ka shkatruar ky zjarr brenda, pasi dyshohet se kemi të bëjmë edhe me djegjen e paneleve brenda garazhit, megjithëse në orët në vijim do të kemi një rikthim të tyre brenda banesave. Mirë, Ervin Leka të falenderoj për këtë komunikim të drejt për drejt nga Durrësi. Mirë, këtu kemi ardhur dhe në fund të këtij programi. abcnews.al është adresa jonë zyrtare në internet ku ju mund të klikoni për të lexuar të gjitha lajmet në koreale dhe po në koreale na dëgjoni në frekuencën e radios ABC 105 FM. Leontina Nika vjen pas pak me pas mesnate. Ju ftoj ta ndiqni.